sidomos na që jemi pjesa fillimit, domethënë pjesa parsorë që veç ja kemi fillu me u marrë me këtë çështje është pak sfiduese. Po, fal teknologjisë, që thash edhe parës, mundësitë që na me fitu respektin tek fëmijët jenë pak më të lehta. Për arsye se ti për shembull i thu fëmis kemi me arrit me bo këtë aktivitet ose me shku dikon në mënyrë që nëse ju arrini me mësu ose silleni si duhet, pasi që nëse shkojmë në një aktivitet jashtë shkollor, dihet që duhet me pas pak rregull, me tregu që jemi nxënës të mirë të shkollës. Dhe në këtë formë fëmijët nxiten që të japin më të mirën gjatë kohës që janë në shkollë dhe pastaj normal që e dinë që duhet të sillen mirë edhe atje në aktivitet jashtë shkollor. A ndodh ndonjëherë për shembull fëmijët me qenë shumë i gjallë në shtëpi, po i urtë në shkollë ose i gjallë shumë në shkollë, ose e kundërta, ose me pas, domethënë qysh ndodhin këto, ose pse ndodhin që fëmia me pas, se kanjëherë për shembull po, se na jemi prind edhe shohim raste, dëgjojmë, edhe kemi përvoja normale edhe vet, ku fëmia për shembull në shkollë nuk qëndron ulur, edhe prindi shkon edhe thot po në shtëpi rrin shumë mirë, çapo, atë janë do kontradikta. Po, atëherë PBC është pjesa hapësirës që jepet në shtëpi, edhe te pjesa e hapësirës që jepet edhe në shkollë. Në momentin për shembull që fëmia është shumë i lirshëm në shtëpi, pastaj nuk e ka atë ndjenjen që është e nevojshme edhe në shkollë me u sjell ashtu, se është formuar në atë formë që kur shkon në shkollë duhet me dëgju mësuesen, duhet me u sjell si duhet, duhet me shku atje domethënë tjetë parim kryesor që duhet me mësu, që duhet tjetë i vëmendshëm në mënyrë që të arrijë sukseset që veç e kanë në plan me i arrit. Se ta mendosh që për ato vinë edhe kryesorja është që të mësojnë. Kurse për ata që janë pak të heshtër në klasë, kjo besoj që edhe mundën me ndiku në momentin që prindërit i thonë që duhet me qëndruar, duhet me nejt, duhet me dëgju mësuesen, po që shpesh për ju thomë që është e rëndësishme që fëmia me u ndjej i lirshëm. Ashtu që shi vjen, me u mundu edhe me u sjellë. Në momentin që na e nxitim të dal nga vetvetja në farë forme, atëherë është edhe pak problem me arrit ato që na dëshirojmë për atij fëmis. Është më mirë ta lejmë atë të tregojnë ndjenjat e veta. Edhe në momentin që eskalon situata ose diçka, atëherë po. Po nëse është fëmijë i urtë, më mirë me i urtë se sa të jetë problematik. Kur ta mendosh pjesën e problematikut edhe të urtit, prap besoj që është më mirë të jetë i urtë, të jetë i sjellshëm, të jetë i dëgjueshëm, se në fund të ditës ajo është më rëndësi për ne, që fëmia i urtë edhe ai që nuk bën probleme e dim që e ka fokusin